Jemi sërish në studio. Do të flasim tani për një gjë fantastike. Në fakt, pak ditë më parë, një deklaratë edhe të drejtorit të Fondit të Sigurimeve në Tiranë në Shqipëri, është bërë një thirrje për gjithë ata fëmijë të cilët kanë nevojë të dëgjojnë, sepse kanë probleme të mëdha në dëgjimin e tyre, se tashmë ekziston mundësia që falas të bëjnë një ndërhyrje e cila jo vetëm do të përmirësojë jetën e tyre, por është mundësia më e madhe që ju ka dhënë ndonjëherë. Ju është dhënë ndonjëherë për të rikthyer dëgjimin edhe për të qenë normal si gjithë fëmijët e tjerë. E natyrisht ky është një ndër lajmet më të bukura që natyrisht do të vinte edhe në One Morning për të komentuar edhe për të dhënë një informacion më shumë, pikërisht nga zoti Astrid Beci. Mirë se vjen dhe kënaqësi që ju kemi sot në studio. Ka qenë lajm i bukur natyrisht sidomos për ato familje që realisht përbën lajm apo jo, risjellja e dëgjimit të fëmijëve të tyre, por patjetër duan edhe më tepër informacion në lidhje me këtë nismë kaq të rëndësishme. Kolegu juaj e filloi shumë bukur me fjalën fantastike. Është megjithmonë fantastike dhe do thoja nga gjitha paketat e shërbimeve që ne ofrojmë. Kjo personalisht më duket diçka më e veçantë për nga ndjeshmëria e shtresave që takon, që do përmirësoj, për nga lumturia që sjell në familjet e këtyre fëmijëve me probleme shumë të mëdha. Deri para disa vitesh, i gjithë kjo kategori pacientësh, kryesisht fëmijë, ishin thuajse pas zgjidhje dhe shpresë. Prej disa vitesh implanti koklear ka bërë, si thua, revolucion në përmirësimin e situatës shëndetësore të këtyre fëmijëve dhe implementimi i kësaj pakete do bëjt mundur që kjo kategori të mos invalidizohet që në fëmini, të kenë mundësi të ndjekin shkollat edhe normale si çdo fëmijë tjetër, prindrit e tyre të jenë të mos kenë atë barën shpirtërore të vuajtjes dhe të invaliditetit të fëmijës tyre, dhe është megjithmonë diçka që, si thua, ndryshon jetë. Në internet mund të shifen me 10 video të momentit të gëzuar pas implantimit të implantit koklear të fëmijëve që dëgjojnë për herë të parë. Këto janë ndërhyrje që kryhen përgjithsisht mbi moshën 12 muajsh, mund të kryhen dhe në mosha më të acaruara, më të mëdha, por në qoftë se themi aparati dëgjimit funksionon vetëm për një pjesë të rënjës së dëgjimit, pasi vetëm, si thua, shton zhurmat. Implanti koklear përdoret kryesisht për atë që ne në mjekësi e quajmë shurdhimi nervor, dhe kjo kategori ishte krejtësisht, si thua, e invalidizuar nga problemi që kishte, ndërsa nëpërmjet këtij implanti i cili mundëson kthimin e valve nga valë akustike në impulse elektrike, e cila pastaj në tru konceptohet me tinguit dhe jep mundësi që të bëhet rehabilitimi dhe përfshirja në shoqëri e kësaj grup moshe. E komunikimit, sepse kjo është një gjë vërtet për të vlerësuar, sepse më parë nuk ka ndodhur. Megjithatë, si do të bëhet përzgjedhja e fëmijëve, sepse kam idenë që pas marrjes së lajmit, menjëherë pyetja e çdo prindi ka qenë si duhet të aplikojmë, ku duhet të aplikojmë dhe si duhet përzgjidhen. Jo vetëm nga momenti që doli vendimi i Këshillit Ministrave për miratimin e paketave, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë ka filluar punën për implementimin e tyre. Përzgjedhja do bëhet nga mjek specialist, ku do jenë përfshirë dhe specialistë të fondit, dhe regjistrat do ndodhen në fond, dhe ne jemi të përgatitur që në 2014 që këtë vit ne të suportojmë si fond 10 rastet e para, për të mbështetur dhe më shumë raste në vitet në vazhdim, sipas nevojave dhe problematikave.
Sa i takon kostifikimit si proces, është procesi i cili u zhvillua në fondin e sigurimeve shëndetësore, është një proces i cili në vetvete ishte i suksesshëm pasi arriti, si thua, për herë të parë nëpërmjet vendosjes së shifrave fikse, të japi shërbimin kryesisht të ndërhyrjes. Ndërsa për aparati do merret nga Ministria e Shëndetësisë. Do kontaktohet si në shërbimin shtetëror, ashtu dhe në shërbimin privat. Dhe besojmë që rastet e para të asaj fantastike që ju quajtë të buzëqeshjes së kalamajve që do dëgjojnë e tjere, do i kemi që këtë vit. Që këtë vit dhe është një gjë shumë mirë. Pra kjo do t'jetë një proces, le të themi, që do thotë nuk është vetëm një nisë momentale dhe të parët do të favorizohen dhe kaq, por do të kemi raste të parë dhe natyrisht pritet që një favor të tillë ta kenë vazhdimsi. Të gjitha paketat janë një proces. Miratimi i paketave dhe i check-upit bazik janë procedura që një herë të implementuara do jenë të vendosura kenë kontinuitetin e vetë për gjithë edhe gjatë viteve të tjera. Në çdo vit fondi mund të bëjë një rivlerësim të çmimeve sipas tregut, themi, për kundër këtyre paketave, por janë paketa implementimi i së cilës do vazhdoj të shtrihet edhe në paketa dhe në shërbime të tjera, për të shkuar kryesisht drejt një vlerësimi të punës spitalore, jo nëpërmjet buxheteve historike, por nëpërmjet atyre që ne i quajmë DRG, që janë pikërisht këto procese kostifikimi, ku dhe aktiviteti i punës së mjekut do matet në mënyrë graduale sipas punës dhe jo sipas pozicionit. Dhe kjo është një gjë e cila do të vazhdojmë. Megjithatë, paketa është përgatitur në drejtimin tuaj, sigurisht në nivel ekspertësh. Çfarë është përfshirë dhe në cilat baza ju keni punuar për ta ndërtuar atë deri më pas në miratimin e flasim për fazën që jemi doja qoftë edhe për teleshikuesit të shpjegonim që implanti koklear në vetvete ka dy përbërës. Ka një përbërës të jashtëm dhe një përbërës të brendshëm. I jashtëmi ka të bëjë me një aparat i cili vendoset pas veshit, që ka në vetvete mikrofonin, procesorët dhe elektrodat të cilët implementohen në atë të dytën, të themi, ku këto elektroda shkojnë në drejtim të kërmillit. Rëndësishme është që në këtë mënyrë, në veshin e brendshëm, ne duke shkuar këto elektroda direkt, ne, si thuash, bëjmë një bypass me qelizat të dëmtuara të veshit të brendshëm dhe bëjmë kthimin e këtyre impulseve nga impulse zanore në impulse elektrike, të cilët, siç e tham dhe në fillim, konceptohen në formën e tingujve më pas. Qoftë vlerësimi paraprak i këtyre pacientëve ka shumë rëndësi, aq më shumë që nevojiten pajisje speciale, me qenë se bëhet fjalë për fëmijët 12 muajsh dhe më të rritur. Dhe po kështu ka shumë bëj dhe ndjekja post nëpërmjet lokopedistëve, të cilët do merren me trajtimin e këtyre fëmijëve deri në momentin që ato domethënë të jenë pjesë e komunitetit dhe e gjithë përfshirjes tyre në gjithë procesin edukativ në vazhdimsi. Dhe këto dyja vinë bashkë. Sa i takon procesit të kostifikimit, ne kostuam si kostot direkte dhe ato indirekte, duke marrë për bazë ato çmime të analizave dhe ekzaminimeve në QSUT, po kështu edhe të gjitha shpenzimet e tjera të nevojshme për të kryer një ndërhyrje kirurgjikale, e cila kryhet nën anestezi të përgjithshme, si dhe u përfshin edhe 2 ditët e hospitalizimit që këto pacientë do kenë nevojë. E gjithë paketa nga momenti i marrjes analizave deri në përfundimin e procedurës do suportohet nga fondi dhe në formën e një fature, të themi, do vi nga institucionet për të implementuar. Në momentin që kjo realizohet, pajisja do merret nga Ministria e Shëndetësisë dhe mendojmë që duke qenë vend i vogël, me qëllim që nuk është vendosur akoma, por domethënë duke qenë vend i vogël, me qëllim që të mos marrim çmimet të larta të kërkohen pajisje për një periudhë 2-3 vjeçare,
Me qëllim që numri përfituesve të jetë sa më i madh, të jetë i mundshëm për një periudhë të tillë. Jetë i mundshëm për një periudhë të tillë. Deri më tani kanë filluar aplikimet dhe a ka ndoshta të parë të cilët janë përzgjedhur apo është shumë herët për të folur për këtë? Si në spitalin e shtetit, si në spitalin IGEA dhe pranë fondit kemi pasur kërkesa. Këto kërkesa deri tashi nuk janë, si thuash, të vëna në radhë. Janë kërkesa të cilët do shqyrtohen nga komisionet respektive. Dhe kjo është periudha që thash e bashkëpunimit tonë si fond me Ministrinë e Shëndetësisë për të implementuar tashmë këtë paketë të miratuar. Dhe kjo është një gjë e mirë. Çfarë duhet kemë parasysh ata prindërit të cilët duhet të aplikojnë për të përfituar një shërbim të tillë për fëmijët e tyre? Ka disa kritere, ka disa elemente të cilët do të studiohen për të qenë në pjesën e vjeçës së parë? Këto prindër do kenë të nevojshme të kryejnë gjitha ekzaminimet pranë mjekëve specialistë, të cilët relatojnë dhe pastaj është komisioni që do bëj përzgjedhjen e këtyre në bazë të nevojës dhe në bazë të përfitimit, të themin, për përfitimet më të mëdha, moshat më të vogla e tjerë. Ka pasur raste të implantit koklear edhe në moshën 50-60 vjeçare, që për vitet tëra nuk kanë dëgjuar dhe në momentin e ndërhyrjes, si thuash, ne kemi dhe kolegë tanët të cilët kanë kryer këtë ndërhyrje. Ama po të marrim fillimin e limituar të numrit i cili do vinë në rritje, në momentet e para, sigurisht ato që do jenë në qendër të vëmendjes tonë, patjetër që do jenë moshat e vogla. Moshat e vogla. Efekti është i menjëhershëm apo jo? Efekti është i menjëhershëm. Do të thënë që të nesërmen e ndërhyrjes fillojnë tingujt e parë, fillon si thuash ajo surpriza e zhurmës. Bëhet fjalë për një të pestën e shisave tona. Nga 5 shisat, shpisat dëgjuarit, do të thënë për nga rëndësia që ka, jemi gjithë koshient. Natyrisht, pra ndjehet me një rezultati. Në fakt, ky është një lajm i jashtëzakonshëm për këta familje, cilët kanë fëmijët që kanë probleme me dëgjim, por natyrisht është edhe për vetë ju që keni studiuar derisa keni mbritur apo jo për ta realizuar të plot, sepse është kursuar le të themi një fond për këto shkolla speciale që ndoshta këta fëmijë kanë nevojë, për këto profesionistë dedikuar që ndoshta do të duhet kujdeseshin për një kohë gjatë apo jo. Dhe ndërkohë është zhurmuar në një farë mënyre kanë qenë, si thuash, një barë sociale, si për familjet, si për shoqërinë. Mjafton të themi që shumica atyre kanë qenë kategorizuar si invalid të grupit të dytë, që në moshën 1-2 vjeçare për të vazhduar një jetë tërë invalidi, dhe nga ana mjekësore, do të thënë parandalimi dhe dhënia e një shansi të dytë është si të rilindësh nga përfitimi, të kthesh në normalitet, dhënia një shansi të dytë të një jetese tashmë shumë kualitative, patjetër që është një gjë fantastike se çata kolegu. Dhe le të mbetet fantastike. Në fakt, ndjeni në proces të përpunimit të 9 paketave të tjera. Përse u zgjodh pikërisht kjo paketë për të miratuar dhe për të vënë më njëherë në zbatim? Ndoshta nevoja është më e madhe? Më falni për një korrigjim, jo në proces. Kemi kostifikuar dhe kemi përfunduar të 10 paketat. Të 10 paketat janë të miratuara dhe ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave. Bëhet fjalë, e kemi thënë dhe herë të tjera, për transplantin e veshkave, bëhet fjalë për procedura të kardiokirurgjisë, si angioplastikat, angiografit, bypassi koronar, vendosja pacemakerit definitiv. Dhe gjithë së bashku, kjo 10 paketash do të ketë mundësinë e implementimit në një periudhë 45 deri në 60 ditore sipas VKM-s. Që në këtë moment, si thosh, ne kemi marrë ato masat tona dhe Spitali Nën Tereza ka që këtë vit një fond të dyfishuar të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë. Dhe në këtë sens shpresojmë që numri përfituesve do jetë që këtë vit në shifra thuajse të dyfishuara për të gjitha paketat dhe në gjitha shërbimet, qofshin të shtetërore dhe spitalore, shtetërore dhe private. Në këtë sens edhe privati
është parë gjatë gjithë periudhës nga fondi si një partner dhe konkurenca mes dy sektorëve do jetë një konkurencë e ndershme e cila do çojë në rritjen e cilësisë gjithmonë në favor të pacientit. Dhe kjo është një gjë e mirë sepse shumë më tepër kategori do të përfitojnë e jo vetëm ata të cilët kanë nevojë për implantin koklear. Kjo është një punë e madhe që ju keni bërë, që sigurisht edhe në frymën e re të tuajën. Zoti Beci, unë ju falenderoj për punën e mrekullueshme, por mbi të gjitha për shansin që jepni shumë njerëzve që ndoshta shpresën e kanë patur të shuar deri dje dhe sot po i jepet një mundësi. Faleminderit për vlerësimin. Kjo punë që ne po bëjmë së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë është veç se, si thua, mbajtje e atyre premtimeve për punën, seriozitetin dhe rezultatin. Sepse kemi patur një bisedë më parë në këtë studio dhe ju e keni thënë konkretisht projektin tuaj të gjerë dhe sot i shohim të realizuar madje shumë shpejt. S'kan kaluar po të një muaj. Do na duhet të flasim gjatë për këto suksese të arritjes të gjitha premtimeve dhe punë të mbarë dhe në vazhdim, sepse duket që do të jetë një punë në vazhdimsi për të gjitha këto të mira, natyrisht për vetë qytetarët edhe ata cilët kanë më shumë nevojë. Faleminderit. 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 Shkëputemi këtu, rikthehemi pas pak.